Më doli pak situata nga kontrolli, në pjesën e dhomës së rrëfimit që u përmendën, u bë situata sikur unë kam një pëlqim shumë të madh për ty, ndërkohë që ishin grimca të vogla, po pëlqimi kimie, po jo këtu bë sikur unë vdes për ty, gjë që nuk është e vërtetë. Ato gjë që ndjen dhe ti për mua, ndjej dhe unë për ty. Se unë nuk mund të krijoj fantazira me dikë që s'ka asnjë lloj kimie për mua. Asnjë lloj ndjenje. Sa do e vogël tjetë ajo. Kam të thash edhe atë dite, këto 2 pika mua më shqetësojnë. Njërën e zbatove, po. Është e vërtet, nuk ta mohoj dot. Pjesën tjetër se nuk ta plotësoj dot. Dhe qa më thonë mua gjithë kohës në shtëpi? Jozi rri më shumë me mikin se sa rri me ty. A është e vërtet kjo? Po, është e vërtet. Pa ja, më shpirë. Është e vërtet? Që ky rri më shumë me atë, sa me mua? Me shoqën e ti. Po, më shumë e kam parë me të tjerë se sa me ty, po ti a di se çfarë do Jozi në drejtimin tënd dhe ti tek Jozi se Njoje. po marr vesh. Njoje, kemi dashje fillim. Kemi një fillim nga zero, si shta, dhe Jozi. Po unë kur i kërkoj këto 2 pika, që mos t'i bëj, po i kam thënë rri me Bonën, rri me Danjën, po mos rri me... Po me tim ka thënë rri. Po mos... E toleroj me ty, unë ta kam thënë gjë fillim, me ty e toleroj. Ajo di Po që ti nuk unë mund të rish jam me e Mikin, rrezikshme. që Miki është shoqja e Lorit. Miki çdo gjë ja defteron Lorit, çdo detaj. Ti nuk mund të rish me ata, se nuk tha njeri, se ky mund të rri më shumë me ty se sa me Mikin. Po mua më drejtua gishti dhe tha, a i rri më shumë me Mikin se sa rri me ty. Që ti thosha? Jo. Ndërkohë që është e vërtet. E di cila është problemi, them unë, mendoj unë nga jashtë.